Njerë Mirëmrama dhe një përshëndetje për zemërt. Unë së pari duhet të përgëzoj Andi Mustafën për kontributin e tij të madhor si themelues dhe drejtues i departamentit të Brengenit në mënyrë të pa mohueshme departamentit më të suksesshëm që Partia Demokratike ka patur. Demokratët dhe demokratët, qytetarë dhe qytetarët duhet ta dinë, populli opozitar duhet ta di, se Andi Mustafa dhe bashkëpunëtorët e tij u bashkuan me Partinë Demokratike në ditët e saj më të vështira. U bashkuan me Partinë Demokratike në një kohë kur projekte të mëdha ndërmirëshin për Shqipërinë pa opozit. U bashkuan me një guxim por dhe me plot ide aktivitete dhe bën gjithçka që dhe në ditët më të vështira të kësaj partie të dëgjoheshin borit e shpresës. Erdhen jo vetëm si të ri të vendosur për të qëndruar në krah të opozitës, por erdhen me ide shumë të çmuara. Dhe në një kohë të shkurtër, ata kanë autorsinë e një seri aktivitetesh, publikimesh, të cilat kishin qëllim madhor të mbanin gjallë moralin e demokratëve dhe t'i bërën ata, t'i rikujtonin ata se duhet jenë krenar me historinë e partisë tyre, se duhet jenë krenar me platformën që kjo parti paraqet dhe qëndresën. Andi Mustafa para disa muajve bëri zgjedhjet dhe ja dorëzoi drejtimin e departamentit te Dikoplikun. Por është autor i një kryevepre të vërtet. Është autor i një libri të jashtëzakonshëm.